Nën kryetare e komisionit, po të lutem në mënyrën shumë korekte. Këtu ka rregullore si funksionohet. Këtu nuk mund ta çosh tënden si të të vihet qefi. Sepse në këtë rast e drejta qëndron në anën time. Duhet mi sigurosh fillimisht materialet në gjuhën shqipe, pastaj ta vazhdojsh këtë seancë. Në të kundërtën, vetëm le ta shohin edhe mediumet, le ta shohin edhe qytetarët, le ta shohin edhe gjithë këta zonja të nderuara këtu, se ne si do guxojmë të flasim në vazhdim për strategji dhe mbrojtje kundër dhunës, kurse në mënyrë të hapur po bëhet dhunë psikologjike dhe nënçmim ndaj deputetëve shqiptar këtu. Për gjuhën shqipe u bë sherr sot edhe në Kuvend. Në Komisionin për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve, seanca e 13 u ndërprej pasi që deputetja e ASH-s opozitare Ilire Dauti tha se ndihet e diskriminuar dhe e pabarabart, pasi që materialet e seancës nuk bëhen në gjuhën shqipe. Do të thënë, kjo seancë sot ka filluar pas zbatimin e kushtetutës dhe pas zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërkaq këtu diskutohet për strategji e cila në qendër të vëmendjes dhe fjalët kyçe i ka diskriminimin, dhunën psikologjike, nënçmimin e kështu me radhë. Përderisa deputetja Dauti flet, nënkryetaria e komisionit Vesna Gjorgjeva informohet përmes celularit. Ви молам за внимание. Продължуваме со седницата. Немате право за збор, не ви дадов право за збор. Ви молам, не ви дадов право на збор. Gjorgjeva akuzoi Dautin se me këtë sjellje po tenton të fitojë pikë politike. Да ги манипулирате овие луѓе што тука дошле и на оваа јавна расправа, на вистина сакаме да извлечеме заклучоци кои на многу ќе ни помогнат на сите нас, а не да добиваме само политички поени. Deputetja Dauti nuk lëvizi nga foltorja duke thënë se edhe ministri shqiptar për politikë sociale Fatmir Limani e ka firmosur këtë dokument vetëm në gjuhën maqedonase, madje fajson edhe kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi për mos intervenim të zbatimit të gjuhës shqipe në këto komisione. Për të mbyllur fjalosja, nënkryetaria Gjorgjeva kërkoi pauzë për të printuar materialet në gjuhën shqipe dhe për t'ju dorëzuar deputetëve shqiptar.